për drejtuar topin e ujit, por ta di mirë se Edi Rama nuk ka shpëtim. Çfarë do që të përdor, ai do marr atë që meriton, do shkoj bashkë me lubin e tij dhe lindat e tij. Lindat e tij bashkëhajdute do shkoj atje ku e kanë vendin. Ky popull nuk ja fal kurrë Edi Ramës vjedhjet e të mërshme që ka bërë. Shqipëria dhe unë, mosbindja civile e zgjidh problemin brenda 24 orëve. Nuk do t'i besoj vetes Edi Rama, vetëm do të fshihet në vrimën e miut. Jep një ultimatum të tipit Trump e do të shikojmë Edi Ramën të gjunjëzuar. Edi Rama de facto është i gjunjëzuar dhe i poshtruar. Ju garantoj për këtë. Edi Rama që ta dinë shqiptarët, kudo që shkon, i tregojnë brylin. Kudo që shkon, i kthejnë shpinën. Kudo që shkon, sot ai është bërë gosipi i Europës. Lidhjet e tij patologjike me ballukun qarkullojnë sot kudo. Dosja balluku është dosje botërore, po dhe më tepër, lindat e Rama dhe lindat e Akshit janë famëzi sot në Europë dhe në botë. Dhe kjo është merite madhe, e jashtëzakonshme e atyre mira burrave grave që dalin në shesh për t'i thënë e popullit shqiptar se spajtohemi kur me këte grup banditësh, për t'i thënë Europës dhe botës se ne spajtohemi kur me këtë regjim. Dhe në këtë kontekst, ju siguroj se do t'jetë jo e larg dita kur ai nuk do gjej vrim miu ku të futet. Faleminderit. Muharrem Kurti, doktor ju përshëndes, përsëri mbrëm